Nisën punët për rrethimin e deponisë Drislla. Për ta parë këtë nga afër shkoi ministri i mjedisit Izet Mexhiti, i shoqëruar nga kandidati VMRO-DPMNE-s për kryetar të Shkupit Orce Gjorgjevski dhe kandidati i Vlenit për kryetar të Studeniçanit Sedat Bislimi. Në kabinetin tim, edhe këtu në vetngjarje, nga sot fillojmë me zbatimin e projektit për rekonstruimin e rrethojës dhe themelit përmes deponisë Drislla. Me mjetet e Ministrisë Mjedisit Jetësor në vlerë prej 9 milion denarësh do të ngritet të rrethim prej 4800 metrash me lartësi 1.5 metër. Ky aktivitet ka filluar sot me rrethimin e deponisë Drislla dhe në të ardhmen bashkëpunim me qeverinë dhe me qytetin e Shkupit, me zotrin Orcen, do të bëjmë edhe prioritete tjera që ka të bëjmë me Drisllën. Gjorgjevski premtoi se nëse e merr mandatin për të udhëhequr me kryeqytetin, në Drislla do të ndërtohet qendër bashkëkohore për riciklimin e mbeturinave. Конечно, от една страна ќе го заштити здравјето на нашите сограѓани, вработените ќе имаат многу посоодветни услови од оние во кои што работат денес, а од друга страна од отпадот ние како главен град ќе заработуваме. I pyetur se kush do të udhëheq me ndërmarrjen Drislla, Gjorgjevski tha se janë partner koalicioni me Vlenin dhe se janë të fokusuar në idetë e tyre, mirëpo shtoi se do të jenë partner edhe në qytetin e Shkupit.